Një ekspozit me arritjet shkencore në botën muslimane u hap kohët e fundit në Los Angeles, e quajtur 1001 shpikjet. Ekspozita është një kronologji e periudhës së artë të shkencës në botën islamike nga shekulli 7 deri në atë të 17. Aktivisti egjiptian Wael Ghonim thotë se teknologjia ka një rol të rëndësishëm në botën e sotme. Nga matematicienët muslimanë është një nga shumë kontributet e botës mesjetare muslimane, një qytetërim që ushtri nga Spanja në Kinë. Drejtuesi egjiptian i teknologjisë lartë Wael Ghonim, që punon me kompaninë Google, u ndal për të parë qendrën shkencore. Ai ishte në Shtetet e Bashkuara për të marrë çmimin e Kurajos dhënë nga Fondacioni i Librarisë John Kennedy, siç shihet në këto video në YouTube. Ai pranoi çmimin në librarinë presidenciale në emër të popullit egjiptian. Ghonim ndihmoi në fillimin e revolucionit që përmbysi presidentin Hosni Mubarak pas 18 ditë protestash. Media sociale dhe interneti, teknologjia në përgjithësi ishin udhërrëfyese në nxitjen e revolucionit në Egjipt, thot ai. Kjo tregon se mund ta përdorësh teknologjinë për diçka të mirë që teorikisht duke e pamundur në të kaluarën. Ghonim thotë se teknologjia e re përdoret gjithësisht në Egjipt, ku lidhjet personale janë të rëndësishme. Ai thotë se bisedat në Facebook u bën një mjet politik për të rinjt egjiptian. Ata e përdorin internetin si mënyrë për të shprehur opinionin e tyre, si rrugë për të bashkëpunuar dhe për të organizuar vetveten, për t'i thënë jo padrejtësisë, torturave dhe korrupsionit në Egjipt. Ekspozita e shkencës e shfaqur më parë në Londër, Stamboll dhe New York shpjegon përparimet shkencore në botën muslimane në fusha të tilla si mjekësia, ku doktorët përdorin instrumenta modern kirurgjie qysh 1000 vjet më parë. Vizitorët mësojnë rreth shpiksave si Abaz ibn Firnas, që krijoi një avion pa motor në shekullin e 9. Arsimtari Morris Coles jep mësim për këtë subjekt të cilën e quan periudhën e parë globale. And what you got people of every faith. Ke njerëz të çdo besimi, të çdo prejardhje, të gati çdo kulture dhe ngjyre që punojnë së bashku për një qëllim. Dhe kur sheh përreth ekspozitës, shikon të krishterë dhe sigurisht musliman. Por ka hindu, ka një grup tjetër të quajtur Sabeans, që nuk ekziston më dhe ata bashkëekzistuan shumë mirë për një periudhë të gjatë kohe. Njerëz të veshur me kostume të kohës i sjellin në jetë dhe shpjegojnë shpikjet e tyre. Pamjet ndërkomunikuese tregojnë përparimet në fushat si artë dhe arkitekturë. Ky lum i desh erdhi në një kohë interesante në Evropë, thotë Dian Perlov e qendrës shkencore. It really was a flourishing of the arts and sciences at a time. Ishte vërtet një periudhë e frytshme për artin dhe shkencën në mesjet, kur Evropa ishte në atë që konsiderohet si periudha e errët. Në protestat e fundit në sheshin Tahir, egjiptianët përdorën internetin dhe telefonat celular me kamera digjitale. Në botën e sotme, ku teknologjia po mbush të gjitha ndeqjet, duhet të kuptojmë se ne jemi të gjithë njësoj dhe kemi më shumë gjëra të përbashkëta se sa të ndryshme. Ka ardhur koha të pranojmë këtë, thotë Ghonim. Gjithkush, shton ai, ka një rol për të luajtur në këtë botë për të bashkuar me njëri tjetrin. Edhe nëse nuk do të sjellë një periudhë të re të artë, Ghonim thotë se teknologjia do të ndihmojë botën të përmirësohet.